Pas aksidentit tragjik në aksin Shkodër-Velipoj që i mori jetën një 25 vjeçare që udhëtonte me motor, banorët e Bërdicës protestuan këtë të mërkur, duke kërkuar nga institucionet përkatëse vendosjen e kufizuesve të shpejtësisë në vendin e quajtur Harku i Bërdicës. Na si banorët kësaj zonës këtu, që i fshati këtu, bëjmë kërkesë për nga dalësuj fije makinat. Abuzojnë i fije, vinë shumë shpejt makinat, kërkojmë për i bashkisa, për i shtetet për i kujda, kërkojmë pakten me bane i bumë, se nga dalësojnë i fije shpejtësinë e makinave. Se kena diskutu, nuk e ka bashkia, thojnë e kojnë të Ministrisë Autoritetet Rrugore. Buzë kësaj rrugë ka banesa dhe biznese të shumta, ndërsa automjetet qarkullojnë me shpejtësi shumë të lartë, duke vënë në rrezik jetën e banorëve. Kena shumë probleme këtë punë, se na dalin fëmija, na dalin makinat, s'kena rrugë tjetër, edhe këtu s'ka rreth rrotullim, edhe me dash mu këthy diku, këtu shkat e Harku s'ka rreth rrotullim, edhe komplet zonë e Bërdiçës nuk ka këtu si një dalje të rregullt. Rrotullim nuk ka atje, rreth rrotullim nuk ka këtej, dika do dalin ta makina. Kena hall mas të nollin, mas në përsejtin ata skena sikur djese është fatkeqësi e madhe edhe për atë ndjerin, edhe për udhëtarët, por sidomos për familjarët, me mujt me marrë masa autoritetet përkatëse, me një bumë plastikat, shat jetë e mujtën, diçka. Vetëm në 2 ditët e fundit të Harku i Bërdicës janë shënuar 2 aksidente të rënda, njëri me pasoj vdekjen e 25 vjeçarit Gjevahir Maksuti, kurse përgjatë një viti në aksin Shkodër-Velipoj janë përplasur mbi 40 automjete.